do të vim edhe shumë herë para se me përuru shëritin mas dy. Sot po e fillojmë kurthemenin e QKMP-s, ky objekt që është shumë i rëndësishëm për qytetarët tonë. Por sa pon projektin i cili na dëshmon se sa moderne do t'jetë qendra kryesore mjekësisë familjare këtu në Kastriot, mësuam edhe që sipërfaqja e gjithëmbashme do t'jetë 2250 metra katror, dhe se pulimet nga dita e sotme kur po e vendosim kurthemelin do të përfundojnë më së largu brenda 2 viteve. Por nis faza e parë, kjo fazë do t'jetë përafërsisht 90 ditë, dhe vlera është rreth 370.000 euro, ndërkaq projekti në total do të kushtoj 2.7 milion euro. Urime Kastriotit për këtë ditë të rëndësishme.